بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Wallahi, është rrezik. Njerëzit merron shirkun e mjekësisë dhe doktorëve. Këtë ku, tu I madhru mjekësinë dhe doktorat. Mjeku incizimet analizat, ejnë Allah, ku është Allahu? Ku është Allahu që ka emrin Shafi, shëruesi? Ku është Allahu? Analizat, ka ndalë kjo, s'ka ndalë. O vëlla, Allahu kur dënë diçka thot kun, krejt tjerat përfundojnë. Apo, ti këshyri rregulloj punët me Allah në Zogjel. Rregulloj punët me duan, rregulloj punët me leximin e Kur'anit. Rregulloj punët me zemrën tonë, me mendimin e mirë për Allah në Zogjel. Po vallaja ka ilaç, më të fuqishëm se sa kur ti e tërke derën e Allah dhe te Allahu Azza wa Jalla emri jot është I njohur. Thot po robi jam, o Allah shëram. Ama analizat nuk thot Allah. S'ka ndalë mirë. Ama çeliza nuk thot Allah Azza wa Jalla. Çaj që I ka bu me vdek, I ringjall ato, I ripërtrin ato. Doktor mjeku du të me besu Allahun Azza wa Jalla. Apo Allah është Ash-Shafi, shëruesi. S'është mjeku shëruesi. Allahu është El-Hayy, El-Qayyum, El-Khaliq, I gjalli që jep jetë, apo Qayyum që qëndron vetvetiu dhe I bën tjerë që të qëndrojnë, të ekzistojnë. Krijuesi, që ti s'pi drejtohesh me lyp pej ti jetë dhe shërim dhe bereqe, jo doktor, jo kjo problem është, apo kupton? Koncepti jo problem, ky koncept është I materializum, s'është koncepti atij që beson gajbin. Apo sa smundjet shërohen veç kur robi e qel gojën e tij me fjalën ja Rab, veç që kash. Ama nuk e thot ja Rab, masi që I kanë thonë, I ka qu durt kjo mos ka kur gjë për ti. Kjo thot ja Rab për shkak të imanit ti në Allah. Kjo thot ja Rab për shkak se edhe çdo gjë është pas fjalës Allahut kun. Jo pas analizës dhe asaj dhe kësaj. Kur ta lexon ai ty rezultatet ti mu deke për zgjallë, apo? Edhe tani mu e pret qysh. Ja. Besimtari nuk dorëzohet kështu, apo kupton? Se besimtari nuk e gabon rrugën që ka shumë, me lun Allahun, anash dhe mu mirë me diçka tjetër. Apo? Nëse shkon te mjeku, shkon veç sa mu arsyetu para Allahut që e ka marrë sebepin. Ama nuk shkon te mjeku pa vedije, tu ngajtë, si të ndodhë diçka direkt te mjeku, pa e ditë që ka ndodhë. Ja, mas pare e din, se Allah është ai që ka caktu. Allah është ai që largon, Allah është ai që shëron, Allah është ai që jep jetë, Allah është ai që merr jetë, Allah është ai që furnizon. Këtë këtu I kin rregull, ka dalë, tu I qyr rregullat e trafikut, shkon te mjeku, nuk gutesh apo kupton emergjencë, s'ka me dek para kohë, s'ka me dek mas kohë kërkosh. Shkon I merë sebepet që para Allah të më kujnë arsyetum që se kjanë shkalu sebepet. Ma ju me ronë shirkën e sbab, në shirkën e sebepet, në shirkën e... Krejt këtu janë si shka këtë nësë për madhrojmë Allahun. Na nuk për njohim Allahun. Apo këpëtë? Allah të me zërë nuk I mirët kur gjë. Nuk I mirët Allah të me zërë kur gjë. Jo na, po kërkush të nja merë Allah të zogjel, kur gjë me zërë, apo? Për këtë shka njeri, do të me iman, me regullu krejt. Me iman. Me iman rregullon se s'ka mundësi as rrezik me tik, e as kjo, e as ajo, kënë rregull. Allahu çapo kërkon tash po, hayya ala sala, la hawla wala quwwata illa billah, ose ma I dashur çfarë. Ka me shku po në xhami. Po ama se po ndodh kjo, s'ndodh kur gjë. Apo kupton? S'ndodh kur gjë, veç sa ajo që është caktuar për me ndodh para se me të kriju ty edhe Ademin alayhis salam, po, një 50.000 vjet. Çaja që është caktuar që e ka më ndodh, s'ndryshon diçka. Njeri jeton I qetë, apo kupton? Jeton I qetë, nuk shkon me tërëkit derën dikujt dhe të mramëtin me lonë të Allahut Azza wa Jall, pa të parën tërëkit Allahut Azza wa Jall, tani ato që Allahu I thot bën, kjo shkon e tërëket. Ato që I thot Allahu s'bën, s'shkon me tërëkit, edhe e ka të rregulluar me këtë çështje. Apo e kuptojmë, inshallah, konceptin se pse na nuk kena një jetë të shëndrush imanore, sepse s'pe madhrojmë Allahun. E qysh madhruat Allahu të e madhru urdhrin e ti dhe ndalesën e ti, të e madhru shariatin e ti. Kur I madhran këtu, shkojnë këtë senet në rregull.